Përshëndetje të tovarët e mi. Më 19 tetor 2025 në Maqedoni në Veriut do të mbahen zgjedhjet lokale. Tani më ka filluar kjo fushat dhe në qytetin e Tetovës gjithashtu shohim se janë në zhvillime si për këto parapërgatitje. Ndaj në lidhje me Tetovën duhet të them diçka se kryetari i tanishëm aktual, pra zotni Bilal Kasami, po e kërkon edhe mandatin e dytë për kryetar. Krahas rivalëve të tij, të cilët konkurrojnë në këtë fushat, Bilal Kasami paraqitet me ato ide të cilat ai në vitin 2021 nuk është se nuk i parashtroi. Pra në vitin 2021 Bilal Kasami na prezentoi neve qytetarëve të Tetovës një listë të gjatë me premtimet të cilët ai u zotua se do t'i realizoj. Por qytetari i Tetovës sot, një gazetar i Tetovës sot, një publicist i Tetovës sot, një analist i Tetovës sot duhet ta pyes kryetarin aktual, zotni Bilal Kasamin, se çka realizoi nga ato që ai i premtoi, çka nuk realizoi, çka la përgjysëm dhe çka nuk përfundoi. Për mua si qytetar dhe banor i qytetit të Tetovës, Bilal Kasami nuk ka realizuar më shumë se një 10% nga ajo që premtoi. Por për këtë ka analist edhe më të përpikt, të cilët mund edhe të dalin me analizat e tyre më të thukta. Mirë po, ajo që unë dua të them si qytetar i vjetër i Tetovës është me sa vion. Ne në këto të 3 dekadet e fundit në Tetovë nuk kemi pasur kryetar tjetër përveç se shqiptar. Duke filluar që nga Shaqir Aliti, i ndjer, zoti e mëshiroft, ndjes past, dhe deri tani te Bilal Kasami ne kemi pas në Tetovë vetëm kryetar tetovar, kryetar shqiptar. Andaj, unë si qytetar Tetove di se Tetova dikur në ish Jugosllavi, pra deri me ramjen e murit të Berlinit, deri në ato vitet famoze 1989-90 dhe deri me prishjen e ish sistemit në Jugosllavi, deri me shpartallimin e Jugosllavisë dhe me vetësinë apo me pavarësimin e republikave, në ish Jugosllavi Tetova ka qenë njëri ndër qytetet më industrialisht i zhvilluar. Ja fakt. Në Tetovë kemi pas fabrikën tekstile të Teteksit, që i ka punësuar diku afërsisht 10.000 punëtorë. Flas para prishjes, para shkatrimit, para mbylljes. Pastaj kemi pas fabrikën e kozharës. Pastaj kemi pas fabrikën e aluminës, e kemi pas fabrikën e plastikës, e kemi pas një mini fabrik, një fabrik të vogël, por me kapacitete kogja të mira, si për Tetovën. Atëhershme ka qenë fabrika e miqurinit, pra për përpunimin e produkteve bujqësore. Dhe e kemi pas edhe fabrikën për përpunimin e drunit, e ashtu quajtur Jellak. Përveç këtyre e kemi pas edhe Jugokromi, pra fabrikën e kromit në Jegunovac, minierën e kromit, që ka qenë një furnizues kogja i mirë për disa shtete fqinje në Evropë. Pra ka qenë një kapacitet eksportues. Të kthehemi te Teteksi, i cili ka qenë një gjigant ekonomik, jo vetëm për Tetovën si qytet, por ka qenë gjigant ekonomik në ish Jugosllavi me 26 milion banor. Por edhe me përmasa evropiane, absolutisht një gjigant ekonomik. Sepse në Tetovë vinin dhe parkoheshin gati çdo ditë, brenda javës, kamion me rimorkjo nga shtetet e sotme të forta të zhvilluara edhe atëherë dhe sot të Evropës, sikurse që janë Britania e Madhe, Holanda, Gjermania e shtetet tjera, pra edhe shtetet skandinave. Pra Teteksi ka qenë një gjigant ekonomik. Dhe unë pyes, si ndodhi që edhe me ardhjen e shqiptarëve në krye të qytetit të Tetovës, që nga 1991
e deri më sot, askush në agjendën e tij të mos e fut rimëkëmbjen, rivitalizimin, rigjallërimin e këtyre kapaciteteve të cilët ekzistonin dikur. Dhe në vitin 1999, për kurreshtje të qytetarëve, në Tetov erdhi presidenti i sotëm i Turqisë, zotni Recep Tayyip Erdogani, por në cilësinë e çka? E një të burgosuri politik, sepse presidenti Erdogan në atë kohë ka qenë kryetar apo prefekt Istanbulit. Dhe në një aferë, organet e atëhershme, presidentin e Turqisë, për një thënie, për një deklaratë të tij, ku ai thotë se kazermat, ku ai thotë se xhamit janë kazerma dhe besimtarët që frekuentojnë në xhami janë ushtar, kurse minaret janë bajoneta, ai për këtë akuzohet për nxitje racore dhe fetare dhe burgose në Istanbul. Mirë, po pas lirimit, pas disa muajve, 4 muaje diçka, ai vjen dhe strehohet në Tetov tek një familje tetovare. Ky është viti 1999, o tetovarët e mi. Pra, presidenti i tanishëm Recep Tayyip Erdogan është në Tetov dhe i kalon disa muaj aty. Pra, presidenti i Turqisë, një mik tani më i vërtetuar i shqiptarëve dhe një, si të thuash, një vllai i madh i shqiptarëve, pra ka qenë në Tetov, tek një familje tetovare shumë e njohur. Andaj, pse unë them se zonja presidente e Tetovës, ose kryetare e Tetovës, në mandatin që ishte para Bilal Kasamit, zonja Teuta Arifi, një kuadër i BDI-s, për 2 mandate, për 8 vite, nuk qenë në gjendje që në agjendën e saj të fut rimëkëmbjen e Teteksit dhe kapaciteteve tjera industriale dhe të siguroj qytetarëve të Tetovës një mirëqenie të mirë ekonomike, që ata të mos shpërngulen në perëndim, të kalojnë në migracion, të lëshojnë vatrat e tyre. Dhe duke qenë se Teuta Arifi kishte lidhje shumë të mira me Turqinë, andaj këto lidhje vazhdoi të ketë edhe Bilal Kasami në të zgjedhur kryetar në vitin 2021. Dhe pse edhe Bilal Kasami gjatë kësaj periudhe 4 vjeçare nuk qenë në gjendje që ta sjellë presidentin e Turqisë në Tetov dhe që ai të investojë në Tetov, si të vjen presidenti i Turqisë me një 40 biznismen, me një 50 biznismen në Tetov dhe të investoj në kapacitetet e dikurshme industriale në Tetov, dhe kapitali i Turqisë të mos shkojë në Shtyp, por të ngelet në Tetov, o zotni kryetari Bilal Kasami. Por pse nuk i bën këto gjëra? Pse nuk futën në agjendet e tyre këto gjëra të cilat janë kapitale, dhe duke pas parasysh që Turqia është një fuqi rajonale, dhe duke pas parasysh se presidenti i Turqisë është një mik i përbetuar i shqiptarëve, pse nuk u shfrytëzua kjo bre? Unë, si qytetar i Tetovës, me plot të drejt pyes, dhe kjo është një pyetje jashtëzakonisht normale, sepse do duhet të bëhej dhe duhet të bëhet edhe atë urgjentisht. Pra, të mundohen ata të cilët e marrin mandatin e popullit dhe të krijojnë mundësi që kapitali që investimet kapitale nga Turqia të derën brenda Tetov. O zotni kryetar, qytetari i Tetovës duhet të pyes pse kryetari e shiti monopolin për 6.000 euro. Duhet ta pyes këtë. Duhet t'i bëj pyetje për këtë. Pse kryetari i Tetovës, një vend historik, e shndron në një kantier ndërtimtarie? Kjo, po të kishim qenë ne, shqiptarët në Tetov, popull hebre, keni parasysh, kjo nuk do të ndodhte asnjëherë, sepse monopolin do ta bënin ato, do ta shndronin në një mini holokaust. Po? Se aty, çka? Aty ka ndodhur masakra më tragjike, më e rëndë pas përfundimit të luftës botërore në kuris të shqiptarëve. Aty janë vëra, janë masakruar.
në monopolin e Tetovës. Janë vrarë, janë ekzekutuar me qindra shqiptarë, gjemë dhe bura më të mirë të Tetovës dhe rrethinës, absolutisht. Dhe pse të mos shndrohet monopoli në qendër, në vend historik, në muze, dhe pse jo të jetë një mini holokaust i shqiptarëve për shqiptarët në Maqedoninë e Veriut. Kjo do ishte e arritur, e madhe për kryetarin aktual të Tetovës. E çka bëri kryetari? E shiti monopolin dhe atje tani janë ekskavatorët, bagerat dhe punojnë, grobojnë. Dhe ajo që thash për Teteksin, në vend që të sillen investitor në Tetovë, të arrim këmbin gjigantin e tekstilit të quajtur Teteks, atje çka ka tani? Atje po jepen leje ndërtimi. Çka do të ndërtohet? Vetëm shejtani e din. Nuk du të them Allahu e din. Se Allahu nuk mirret me punë të pista. Po e përsëris, Zoti nuk mirret me punë të pista. Dhe Allahu nuk i urdhon njerëzit në punë të pista. Është shejtani ai i cili i ndjell dhe i krehen nga vetveçja dhe ata shkojnë atje ku është rruga e shejtanit. Dhe e humbasin, e ngulfatin popullatën e Tetovës, e cila sot do i kishte 15.000 të punësuar në këto kapacitete industriale. Imagjinonja sikur qytetarët e Tetovës të kishin të punësuar 15.000 banorë. Ju të qoheni në mëngjes dhe lexoni në për portale se Tetova i ka rihap 15.000 vende pune. Ore tetovarët, çka do të fitonin? Flutura. Fletët do t'ju bëheshin si shpenzët të fluturojnë. Jo të lëshojnë vendin. Jo çdo ditë të mbushen autobuset te stacioni autobusëve me koferat duke ikur. Pra duke i lëshuar vendin, duke i lëshuar vatrat. Këte kanë arrit kryetarët tanë shqiptarë në Tetovë, deri tani, për këto 30 vite. 8 kryetarë shqiptarë i kemi pas, deri më sot. Asnjëri nuk ja doli spaku bre ta ndaloj shpërnguljen. Po e them, spaku ta ndaloj, por kjo nuk ndalohet me korupcion. Duke hy në për afera korruptive edhe mafia, duke hy në për afera tenderash, duke marë, duke gëlltitur kapitale për xhepat privat dhe familjar, por duke marë mandatin nga kush? Nga populli, e duke e trastuar populli. Përderisa bëhet fushata, i mbushin këta kandidatët tani. Sallat sikur kur i shikoni, të lënë për shtypjen sikur të ishin kongresmen amerikan. Sallat e mëdhaja me tepika të kuq, mbushat me njerëz me brohoritme. Po ore, Amerikë nuk jemi, se Amerika është e vetme në botë, është superfuqi. Na jemi një qetofë e vogël, me do katunde të vogla. Dhe ti katundar tetovar, bre, kujt i pallohesh ashtu? Çka premtimi bën ti popullit? Çka do të realizosh nesër? Nesër sa do të hysh ti, do të bësh kryetar, do të vazhdoj avazi i vjetër. Popullata e ngrat, katundare, nuk ka bre, nuk ka të ardhuna. A ka kapacitet, a ka fabrika në Tetovë? A ka prodhim në Tetovë? Prodhim, kapacitete prodhimi, që ishin dikur në ish Jugosllavi, që ishin deri sa u pavarësua Maqedonia, që ishte Teteksi që i numërova, që ishin kozhara, alumina, që ishte plastika, që ishte miqurini, jugokromi, monopoli që gjoshin duhanin njerëzit atje dhe e shqitin. Ti e shqitet tani për çështje private. Dhe popullata është në gjumë, bashkë kjo popullate cila vunë është në gjumë dhe të vjen pas dhe do t'ju votoj si gjithherë. Apropo votimet, ju nuk do të votoni, do t'ju votojnë tjerët, do t'ju instaloj zotni Mickoski, sepse ai është pra kryeministri i Maqedonisë dhe ai u njeh mirë juve, o vlenista. Ju e keni kërkuar koalicionin me Mickoski, jo Mickoski me ju. Ju keni dash të jeni me atë koalicion, nuk ka kërkuar Mickoski me ju.
Dhe para çka ka ai nuk ju frigohet. Ai as ju pyet, as nuk ju konsulton, as nuk ju merr me vete. Sepse Mickoski ka koalicion me Qeterkend. Pikës pari njeri ka fituar zgjedhjet bindshëm dhe do i fitoj përsëri bindshëm. Dhe do t'ju instaloj juve shqiptarve, krijetar në për komunat me shumicë shqiptare. Juve do t'ju instaloj Mickoski dhe mua që ku janë komunat me shumicë shqiptare, tek qytetet me shumicë shqiptare. Nuk i intereson Demir Hisari ati, as Demir Kapia, as Prespas, ku e di unë kush. Dhe përveç asaj, që i ka fituar ai zgjedhjet tek populata e vete bindshëm dhe i ka mobilizuar dhe vazhdon t'i mobilizoj me fjalorin e tij populist Maqedonasit, ai ka edhe një koalicion të mirë dhe shumë të shëndosh me Kend, me Serbi. Pra, Mickoski nuk e ka dertin tuj as pak, o vlen që zvlen. Më ndëgjove, vlen që zvlen. Andaj, edhe juve, vlenistave, ai do t'ju bëj krijetara që ku do t'doj ai, dhe cilin do t'dëshiroj ai. U kuptuam? Edhe ju o shqiptarët e mi, më vjen keq. Edhe ju e dini mirë këte. Dhe e shihni, e shikoni, u rehen shqiptarën dhe të tofë. Krijetari Bilal Kasami, çka ndërmori? Po tere një 3-4 ditë do portale, do gazeta, do gazetare dhe çka? Shkoj. O rehen, a brohoritën, a çka bona që në Kumanov, ata komitët Maqedonas, që brohoritën me parulla anti-shqiptare, ratësore. Dhe çka? Rap, disa ditë, zëvendës Ministria e Sportit, a që del edhe deklaron diçka, 3-4 ditë edhe shkoj. Ore, u zgjedh populli, ju bërtitni, ju ulërini, deri sa i fitoni zgjedhjen, ju premtoni, çka s'premtoni, çka nuk premtoni. Të gjitha gjërat që nuk mund t'i realizoni, e dini edhe vetë. Edhe tani, ju premtoni edhe pse e dini se asgjë nuk do të mund të realizoni. Absolutisht. Dhe pasi që zgjidheni, ju e harroni popullatën e ngratë. Si gjithherë, edhe në 30 vitet, në 25 vitet, në 23 vitet e kalume, e njëjta gjë ka ndodhur. Por na jemi të ngratë, sepse ne me shumë sakrificë, ne shqiptarët në Maqedoni i kemi fituar të drejtat tona. Çato pak që i kemi, çato pak që i kishim, dhe tani kërcënohet situata që ti humbi me ato pak që i kishim. Se nuk i fituam të gjitha, edhe mbas marrëveshjes së Ohrit, edhe mbas konfliktit 2001, nuk i fituam bre të gjitha, po s'paku fituam diçka. Dhe tani ka shanca reale. Përveç retorikës nacionaliste, ne nuk kemi rezultatet janë negative. Tash në 1 vjet e gjysmë do të bëhen gati 2 vjet edhe pak, na kemi vetëm rramje. Pra kemi degenerim të gjitha saj që e arritëm sa do pak në ato vitet e kalume, edhe pse ati ka pas shumë gabime, ka pas edhe shumë afera, ka pas edhe shumë raste të montuara. Por edhe tani nuk jemi më mirë. Andaj, për shkak se politikan të mi, të nderuar, të dashur shqiptar në Maqedoni, jeni gjatë në pushtet. Ju edhe jeni, çka? Keni hyrë thellë në afera korruptive. Dhe pasi që duke qenë të korruptuar, ju jeni të shantazhuar. Dhe pasi që jeni të shantazhuar, jeni të shantazhueshëm, sepse sikur të kishit qenë ju, të gjithë ju të zgjedhurit, alergjik total, alergjik agresiv ndaj korrupsionit, ndaj padrejtësive, ndaj shqiptarëve, ju do të kishi arritur shumë, wallahi shumë. Por ju çka bën? Ju kur ulët në koltuqe, ju filluat të korruptoheni.
edhe ekonomikisht, edhe materialisht, edhe kulturalisht. Më ndëgjoni mirë, ne kemi pas disa herë në pushtetin qendror në Maqedoninë e Veriut, ministër të ekonomisë dhe zhvillimit shqiptar. Por, përkundrazi, edhe pse ministri i ekonomisë shqiptar, buxheti shtetëror i Maqedonisë u nda në mënyrë jo proporcionale. Komuna e Sveti Nikoles u barazua me Tetovën. Më të gjë, kemi pas jo rrallë herë ministër të arsimit shqiptar. Çka ndodhi? Ndodhi enciklopedia e Maqedonisë. Akademia e Shkencave dhe Arteve të Maqedonisë përpiloja enciklopedinë, e cila është total ofenduese, përçmuese, poshtëruese ndaj shqiptarëve në Maqedoni. Çka bëri ministri i arsimit dhe ministria e udhëhequr e arsimit nga shqiptar ministër? Kur gjo hiç, përkundrazi. A mendoni ju politikan shqiptar që ishit për këto vite në pushtet se popullata është aq lesh, është aq budall dhe i ka haruar këto dhe i haron? Jo, nuk i haron. Por ju mekanizmat që i keni formuar dhe që i keni në dorë, i keni ende në për disa lokalitete në dorët të juaj. Dhe ju jeni të gjithë politikan lokal. Ju nuk jeni politikan qendror, që roli juaj në pushtetin qendror në Maqedoni ka pesh. Shqiptarët e mi, më ndëgjoni mirë, nuk ka pesh fjala dhe politika e një politikani shqiptar në Maqedoni. E dini pse? E dini pse? Wallahi e dini shumë mirë. Po janë të korruptuar. Dhe pasi që je i korruptuar, ti nuk ke mundësi ta çelish gojen para kryeministrit të Maqedonisë, i cili, duke qenë se është faktori i parë kryesor në shtet, sepse ka shumicën. Andaj, ti po të jesh në gjendje që ati ti kundërshtosh, do të duhej pikës pari të kishe qenë alergjik, imun ndaj korrupsionit. Të mos kishe pranuar kur korrupsion. Të mos ishe shitur ore. Të mos ishe shantazhuar. Por tani kur je i shantazhuar dhe je shantazhuar në të kaluarën, ai të di dhe ai të njeh dhe ai të luan si të don ai. Andaj, nuk e di se këto zgjedhje çka do të prodhoj. Unë jam total pesimist se do të prodhojnë diçka në favor të shqiptarëve në Maqedoni. Përveç se strukturat politike që janë vetëm argat aty brenda, kur gjë më tepër popullata nuk do të përfitojnë. Në Tetovën time, me shumicë absolute shqiptare, unë shkoj dhe marr një dokument në kadastrën e qytetit dhe më jepet i tëri në maqedonishte. Askund në Shqip. Dhe çka del ministri, zëvendës ministri shqiptar, zëvendës kryeministri shqiptar, dhe thot nuk është e vërtet. Gjuha shqipe është e barabartë. Në Tetovën me 80-90% shqiptar. Nuk është Tetova 20% shqiptar. Dokumentacioni i gjithë në maqedonisht. Edhe noterja shqiptare shkruan në laptop maqedonisht dhe ta jep dokument. Në maqedonisht. Unë kur gjë nuk kam kundër. Unë jetoj në Zvicër. Dhe po të shkruaj dokumenti shqip, maqedonisht, e ku të di unë shumë mirë dhe shumë rahat jam me këte. Por ti të më nashkollosh mua si shqiptar në Maqedoni, me 700.000 banor etnik shqiptar, dhe ti të më nashkollosh gjuhën në një Maqedoni të vogël me afër 2 milion banor, me lloj-lloj nacionalitetesh,
dhe ty të mbahesh se je nacionaliteti superior Maqedonas, i cili do ta ketë çadrën mbi gjithë në tjerët, kjo nuk shkon. Me këtë nuk mund pajtohem unë. Unë nuk vinë kavadarci, edhe në koqani, edhe ti thoma ti, slušaj, ti zbori në albanski. Ne te razbira. Ja sam Albanec od teto. Ne znam što zboriš. Në këtë zvistën demokratike, nëse nuk e kupton ki ti si një ti qines, ke mundësi edhe në midis perni dikujt i thush, skuza, jo, ti qinesi, a mund të folish, pak italisht më kalzosh. Po të qilish gojën a jenë kavadarë që i dhe të shqiptar, shto sa kështë. A në rehen të to, vojvodat, po, kryetari hecën me vojvodat. A në rehen Kumanov, po, prap se prap, zhurën, 3-4 ditë edhe usas punë. Ore, monopolin del kryetari komunës të shetë për 6.000 euro. Qendrën e historike shqiptare, ku ati masakrët janë bënë dhe shqiptarë, janë ekzekutuar, janë vrarë shqiptarë, gjendë burat më të mirë, të kombit. Edhe vjen kryetari, të cilin ti e kje shqiptarë, edhe shetë monopolin, edhe shkojnë atje, eskavatorët, bagerët, gërmojnë dhe do të ndërtojnë ndërtesa. Po kjo, në botën përparimtare, në botën progresive, me një botë, me një popullat të shëndosh, me mendje të shëndosh, me intelekt të qiltër, nuk mund ndodhe bre. Ore, ne imi vetëm nacionalist në potere, në shurba. Ore, ne nuk kemi nacionalizm në gjak. Se nacionalizmin në gjak nuk e ure e nacionalizmin tjetë. Me drejt, të jesh nacional, jo nacionalist. Pra të duash tëndën, por të mos e uresh të tjetrit. Andej, të ishin ki popull hebre, në qatë të tovën tonë, sot në monopol, e monopoli do të eksistonte një mini holokost, që gjdo delegacion që do vinde nga Evropa dhe nga bota, do të shihte dhe do të bënd të pyetje, ore, po këtu shqiptarët pas kanë qenë, e ti që ka bënd? Ti si shqiptar, si kryetar, si njeri i pari i qytetit, del edhe i shlyn, i fshin gjurmët e shqiptarëve. Nuk e di, popull, ti duhet ose të zgjosh, ose të dorëzosh. Njënën bëne, më hangrën më shkonjat këtu në majtë. Ashtu? Për mu, si qytetari i thjesht, të tovar, i thash do lafe, i thash do fjalë. Por, ne duhet një gjë të kuptojmë, dhe ne duhet një gjë të bëjmë, ne duhet të fillojmë, dhe të ridefinojmë qëndrimin tonë si qytetar. Aja vlen të flejmë gjumë, dhe aja vlen të vazhdojmë të jemi dembel dhe pasif, dhe vetëm të bëjmë do potere në për do kafe, në për do rrugë, të shkruajmë disa artikuj në për gazeta edhe u kry. Edhe të knaqemi të jove, duhet të protestojmë. Ne duhet të ngrem zërin, ne si qytetar të thjeshtë, dhe të themi gjënave të liga, dhe gjërave të cilat e shkatrojnë gjenezën tonë, stop. E jo të dalëm atje, të vrasim njëni qetrin nëse nuk e zgjedhen kryetarin që e du une, që ma do mu shpirti. Por se a ka bo, a s'ka bo kur gjo. A ka punu kunder, a ka punu pro. Gjerman të ujnë egal. Me një diaspor ka që të fort të tova. Që është jashtëzakonisht e fort në Gjermani, në Zvicë, në Austri. Dhe sikur në të tovë, të kishin qenë kryetarët e komunës, strukturat komunale që në udhëheqin, kishin qenë njerëz hakikat, njerëz të drejtë, sinqert, politikan sinqert, politikan bura, me plot kuptimin e fjalës, të pakorruptuar, kur të shkoj unë si mërgjimtar, të kryj punët si në klin. Ore, ne do të organizoheshim dhe do të investonim atje. Wallahi billahi. Po si të investojmë? Kur vjen atje dhe ai njëherë për rishvet
për mito, për korupcion. Ti merë një herë këritat shumën që ti ke menduar të investosh. Duhet vapësh aty në një herë. E pastaj të fillosh ti ndërtosh të investosh. Që fillosh diçkaj. Kjo nuk ka në botë kështu. A jemi në Bolivi, në Kolumbi, a jemi në të to.